Kandidatja për deputet e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Evi Sallushi, ka zhvilluar disa takime në qytetin e Sarandës me gra të rinj dhe të reja. Në bashkëbisedim me banorët e Sarandës, kandidati Allushi është ndalur në zhvillimin me ritme të shpejta të turizmit, problematikat që ka Saranda në këtë drejtim dhe investimet që duhen kryer në infrastrukturën rrugore, sistemimin e plazheve dhe furnizimin e rregullt me ujë të pishëm. Edhe pse jeton, punon dhe kandidon për deputete në rajonin 4 dhe njësinë administrative në Vosel, kandidimi i zonjës Allushi ka patur një ehon pozitive në Sarandë, ku një grup banorësh kërkuan vetë të njiheshin dhe të takoheshin me të. Jam si ju, një familje shqiptare blonjate që ka rritur vajzat e mia dhe familjen time në atë rrogën e shtetit, i di shumë mirë hallet dhe problemet që çdo familje qoftë në Vlorë dhe Sarandë ka, dhe e njoh shumë mirë të pjesën e njerëzve të thjeshtë në gjithë qarkun e Vlorës dhe për mua shumë e rëndësishme që nëse do të jepet mundësia të përfaqësoj nëse në parlament të përfaqësoj gjithë njerëzit e thjeshtë që janë të shumtë kudo me zemër të mirë dhe kjo më bën mua që të më jep më shumë mbështetje për përfaqësim nëse në parlament. Ata e vlerësuan kandidaten Allushi për integritetin e saj si një figurë e pastër dhe e papërfolur, duke mos mbajtur asnjë postë drejtues në institucionet e shtetit dhe i ofruan mbështetjen për ta votuar më 11 maj. Kandidati Allushi premtoi se do të shkojë përsëri në Sarandë përpara datës 11 maj për të zhvilluar takime të tjera.